Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët edhe një herë dhe jam në kapitujt e fundit të këtij libri që ka qenë vërtet një rrugëtim i jashtëzakonshëm dhe shumë i bukur, më duhet ta pranoj. Do t'i vendos syze sepse kam pak si shumë diell. Dështimi quhet pjesa e 24. Ky libër nuk do të ishte i plot pa disa diskutime për dështimin në përpjekje të përdorimit të ligjit të supozimit, sepse ju e dini shumë mirë që edhe kjo mund të ndodhë. Është plotësisht e mundur që ju ose keni pasur ose do të keni një sër dështimesh në këtë drejtim. Shumë prej tyre do të kenë ata që do tentojnë, domethënë do përpiqen, se dikush që nuk e ka provuar asnjëherë nuk ka se si ta di. Pasi të keni lexuar këtë libër duke pasur një njohuri të plot për zbatimin dhe funksionimin e ligjit të supozimit, ose në rastin ton pasi ju t'i keni dëgjuar të gjitha videot, ju e zbatoni atë me besnikëri në një përpjekje për të arritur një dëshirë të fortë dhe dështoni. Cila është arsyeja? Nëse pyetjes sa keni këmbgulur mjaftueshëm mund t'i përgjigjeni po, dhe megjithatë arritja e merakut tuaj nuk u realizua, cila është arsyeja e dështimit? Janë shumë me vend këto lloj pyetjesh, sepse vërtet na përballemi me një situatë që normalisht mund të provosh diçka, të dështosh dhe pastaj të humbësh besimin, por nuk është e thënë që duhet patjetër të humbasësh besimin. Ja pse kemi këto lloj pyetjesh. Përgjigjja për këtë është faktori më i rëndësishëm në përdorimin e suksesshëm të ligjit të supozimit. Ja ku e kemi dhe përgjigjen. Koha që i duhet supozimit tuaj për të bërë fakt që meraku juaj të përmbushet është e drejt për drejt proporcionale, pra është e barabartë me natyrshmërinë e ndjenjës suaj se tashmë jeni ajo që dëshironi të jeni, e të pasurit tashmë të asaj që ju keni me merak. Pra, duhet të ndihet ajo gjë që ju dëshironi ta keni, krejtësisht e natyrshme. Pra, sikur ju e keni dhe nuk ka asnjë lloj gjë që mund ta zhbëjë më këtë. Pra, ekziston kjo gjë dhe nuk zhbëhet më. Ose nuk keni pse të keni frikë, se ndoshta nga momenti në moment gjërat mund ndryshojnë. Ju ka ndodhur, pra ekziston, duhet të ekzistojë si fakt. Fakti që nuk ju duket e natyrshme të jeni ajo që imagjinoni veten është sekreti i dështimit tuaj, pikërisht tek pjesa e natyrshmërisë. Pavarësisht nga meraku juaj, pavarësisht se sa besnikërisht dhe me inteligjencë e ndiqni ligjin, nëse nuk ndjeni të natyrshëm për atë që jeni, nuk do të jeni ajo. Nëse ju duket e natyrshme të gjeni Nëse nuk ju duket e natyrshme të gjeni punë më të mirë, nuk do të gjeni punë më të mirë. I gjithë parimi shprehet gjallërisht në frazën biblike. Do të vdisni në mëkatet tuaja, Gjoni 8:24. Ju nuk do të kaloni nga niveli juaj aktual në gjendjen që ju keni dëshirë ose merak. Si mund të arrihet kjo ndjenjë e natyrshmërisë? Sepse përveç fakti që, çfarë po shkon keq? Kjo gjëja po shkon keq, po çfarë mund të bëjmë për ta rregulluar këtë gjë? Ja, sekreti qëndron në një fjalë, imagjinata. Për shembull, ky është një ilustrim shumë i thjeshtë. Supozoni se jeni lidhur mirë me zinxhir në një stol të madh të hekurit o të rënd. Nuk mund të vraponi, në fakt nuk mundet as të ecni. Në këto rrethana nuk do t'ishte e natyrshme të vraponi. Pra nuk e imagjinon do të vraposh sepse ti as nuk e ecën dot. As që mund ta ndjeni se është e natyrshme të vraponi, por mund ta imagjinoni veten duke vrapuar. Në atë çast, derisa ndërgjegja juaj është e mbushur me vrapimin tuaj të imagjinuar, ju e keni harruar se jeni të lidhur. Pra duhet ja jepni vetes të ndjesi pak nga pak, avash avash. Në këtë çast, gjërsa ndërgjegja juaj është e mbushur me vrapimin tuaj të imagjinuar, ju e keni harruar se jeni të lidhur në imagjinat, vrapimi juaj ishte krejt i natyrshëm. Pse? Sepse ju keni vrapuar herë tjetër, pra ju keni qenë të lumtur herë tjetër. Mjafton që ta riktheni edhe një herë këtë ndjesinë e lumturisë. Ndjenja thelbësore e natyrshmërisë mund të arrihet duke mbushur vazhdimisht ndërgjegjen tuaj me imagjinat, duke imagjinuar veten të jeni ajo që dëshironi të jeni, ose ta keni atë që dëshironi ta keni. Përparimi mund të burojë vetëm nga imagjinata juaj, nga meraku juaj për ta kapërcyer nivelin tuaj aktual.
Ajo që duhet të ndjeni vërtet dhe fjalë për fjalë është se në imagjinatën tuaj të gjitha të gjërat janë të mundshme. Çdo gjë mund të ekzistojë. Është imagjinata jote në fund të ditës. Duhet ta kuptoni se ndryshimet nuk shkaktohen nga kapriço, por nga një ndryshim i ndërgjegjes. Ju mund të dështoni, të arrini apo ta mbani ndërgjegjen e veçantë, gjendjen e gjendjen e veçantë të ndërgjegjes së nevojshme për ta prodhuar efektin që keni dëshirë. Por kur e dini se ndërgjegja është realiteti i vetëm dhe është i vetmi krijues, i vetmi krijues i gjithë botës në gjithë qenien tuaj, atëherë e dini se suksesi ose dështimi është tërësisht në duart tuaja. Mjafton që ta kuptoni në sensin e të krijuarit pikërisht nga ndërgjegja. Si a jeni apo jo mjaftueshëm të disiplinuar për ta mbajtur ndërgjegjen gjendjen e kërkuar të ndërgjegjes në raste të veçanta, nuk ka asnjë ndikim në të vërtetë në vetë ligjin. Që një supozim, nëse këmbgulni me të në qëndrueshmëri, do të bëhet i vërtet. Sigurisht që do të bëhet i vërtet, por ideja është që ju duhet ta përdorni ligjin dhe ligji funksionon gjithmonë. Nuk ka asnjë moment ku mund ta vini në pikë pyetje nëse do të funksionojë në këtë rast ose jo. Sigurisht që funksionon gjithmonë. Siguria e së vërtetës së këtij ligji duhet të mbetet përkundër zhgënjimit dhe tragjedisë së madhe. Edhe kur e shes se drita e jetës fiket dhe gjithë bota vazhdon sikur të ishte ende ditë, ju nuk duhet të besoni se për shkak të se supozimi juaj nuk u materializua, e vërteta që supozimet konkretizohen është gënjeshtër. Nëse supozimet tuaja nuk përmbushen, kjo është për shkak të ndonjë gabimi apo dobësie në ndërgjegjen tuaj, sepse në një moment të caktuar të duhet të punosh me veten. Dhe të puna me veten është gjithmonë ajo pjesa që i lodh njerëzit, edhe njerëzit nuk duan ta bëjnë këtë gjë, sepse askush nuk do të punojë dhe të bëjë pjesën e vështirë. Duan të gjithë atë suksesin shpejt e shpejt. Vetëm si shpreh dëshirën sot dhe plotëso dëshira nesër. Në fakt nuk ekziston kështu. Prandaj duhet bërë puna me veten. Edhe dobësia në ndërgjegje nuk do të thotë që është një dobësi që të zgjas përjetësisht. Është një dobësi për momentin, sepse ti nuk e ke fjala vjen një informacion të caktuar. Megjithatë, këto gabime dhe dobësi mund të kapërcehen, prandaj përpiquni të arrini nivele gjithnjë më të larta, duke ndjerë se tashmë jeni personi që dëshironi të jeni, dhe mbani mend se koha që i duhet supozimit tuaj për të bërë realitet është në përpjestim të natyrshëm me të qenit i tillë. Njeriu e rrethon veten me imazhin e vërtetë të vetvetes. Çdo shpirt e ndërton në vetvete një shtëpi dhe përtej shtëpisë një botë, përtej botës një parajs. Dijeni atëherë se bota juaj ekziston. Për ju fenomeni është perfekt. Ajo çka jemi, vetëm atë mund të shohim. Gjithçka që kishte Adami, gjithçka që kishte Cezari mundet, ju e keni dhe mund ta bëni. Adami e quajti shtëpinë e tij qielli dhe toka, Cezari e quajti shtëpinë e tij Rom. Ju ndoshta do ta quanin tuajën zanati këpucarit, një 100 hektar tokë, ose një dhomë studiuesi, ose partneri yt, ose suksesi në punë, ose suksesi në karrierë, nuk ka rëndësi. Mjaftë çfarëdo lloj emri ti vendosni. Megjithatë, kur e shikoni holl, studimi juaj është ndjes. Sundimi juaj është po aq i madh sa i atyre, edhe pse pa emër të mirë. Ndërtojeni pra botën tuaj. Sa po ta përshtatni jetën tuaj me idenë e pastër në mendjen tuaj, ajo do të shpaloset nëpër masat e saj më të mëdha, thotë Emerson. Do të kalojmë edhe do të lexojmë edhe besimin. Mendoj se këto të dy tema shkojnë shumë bashkë. Kemi momentin kur kemi dështuar, edhe mund të jemi duke u ndjerë sikur vërtet ne jemi fajtor, ose sikur vërtet diçka nuk po shkon shumë mirë me ndërgjegjen tonë, por kemi edhe besimin. Mrekullia që është emri që ata nuk kanë besim. Mrekullia është emri që ata që nuk kanë besim ja japin veprave të besimit. Besimi është substanca e gjërave që shpresohen, prova e gjërave që nuk shihen. Hebrejve 11:1.
Arsyeja për ligjin e supozimit gjendet pikërisht në këtë citat. Po të mos kishte vetdije të rrënjosur thellë se ajo për të cilën shpresoni kishte substancë dhe ishte e mundur të arrihet, do të ishte e pamundur të supozojë ndërgjegja e të qenit ajo ose e posedimit të saj. Pikërisht fakti që krijimi ka mbaruar dhe çdo gjë ekziston ju nxit të shpresoni se dhe shpresa nga ana tjetër nënkupton pritje dhe pa shpresën e suksesit do të ishte e pamundur të përdorni me vetdije ligjin e supozimit. Prova është një shenjë e aktualitetit. Kështu, ky citat do të thotë se besimi është vetdia e realitetit të asaj që supozoni, një bindje e realitetit të gjërave që nuk i shihni, perceptimi mendor i realitetit të së padukshmes. Rrjedhimisht është e qartë se mungesa e besimit do të thotë mosbesim në ekzistencën e asaj që e keni me merak, përderisa ajo që përjetoni se po fryner Përderisa ajo që përjetoni është riprodhimi besnik i gjendjes suaj të ndërgjegjes, mungesa e besimit do të nënkuptojë dështim të përhershëm në çdo përdorim të ndërgjegjshëm të ligjit të supozimit. Imagjinoni pak vetëm mos keni besim dhe ju të jeni praktikisht të predispozuar për të dështuar vazhdimisht. Në të gjitha epokat e historisë, besimi ka luajtur një rol të madh. Ai e përshkon të gjitha fetë më të mëdha të botës. Është i ndërthurur gjatë gjithë mitologjisë e megjithatë, sot është pothuajse i keq kuptuar universalisht. Në kundërshtim me opinionin popullor, efikasiteti i besimit nuk ka të bëjë me punën e ndonjë fuqie të jashtme. Ai është fillim e mbarim aktiviteti ndërgjegjes suaj. Bibla është plot me pohime rreth besimit, kuptimit të vërtetë të cilave pak kush i di. Ja disa shembuj tipik. Neve na u predikua ungjilli si dhe atyre, por fjala e predikuar nuk u dha dobi, duke mos u përzier me besimin tek ata që e dëgjuan. Hebrejve 4:2. Në këtë citim, ne dhe ata e bëjnë të qartë se të gjithë ne që e dëgjojmë ungjillin, pra të gjithë ne jemi, ungjilli do të thotë lajmi i mirë. Është e qartë se lajmi i mirë për ju do të ishte të kishit arritur pra dëshirën tuaj. Kjo po ju predikohet gjithmonë nga vetja juaj e pafund të dëgjosh se ajo që ke merak ekziston dhe duhet vetëm ta pranosh në ndërgjegje që është një lajm i mirë. Të mos e përzihesh me besimin do të thotë ta mohosh realitetin e asaj që ke merak. Prandaj nuk ka asnjë dobi, asnjë arritje të mundshme. O brez i pabez dhe i çoroditur, deri kur do të jem me ju? Mateu 17:17. Kuptimi i pabez është bërë i qartë. I çoroditur do të thotë të kthehesh në rrugën e gabuar, me fjalë të tjera, ndërgjegja për të e të mos qenit ajo që dëshiron të jesh jo besimtar, pra të mos besosh në realitetin e asaj që supozon, do të thotë të jesh i çoroditur. Deri kur do të jem me ju, do të thotë që përmbushja e merakut tuaj varet nga ndryshimi juaj në gjendjen e duhur të ndërgjegjes. Është njësoj sikur ajo që keni merak po ju thotë se nuk do të jetë juaja deri kur ju të ktheheni nga çonit i pabese i çoroditur në rrugën e drejtë, ktheuni në rrugën e drejtë, ktheuni në rrugën e Zotit. Siç u tha tashmë, drejtësia është ndërgjegje të qenit tashmë ajo që dëshironi të jeni. Me anë të fesë la Egjiptin pa e druajtur zemrimin e mbretit i patrandshëm si ai që sheh të padukshmin. Hebrejve 11:27. Janë hebrejt ata që kanë shkruar gjërat më kryesore, janë hebrejt ata që kanë lënë Biblën dhe na e kanë ndoshta deri në një farë mënyrë, nëse mund ta quajmë kështu, na e kanë dhënë atë sekretin. Pavarësisht se një pjesë e mirë e njerëzve janë siguruar që ky sekret të mos shfaqet plotësisht ose të mos kuptohet plotësisht. Edhe sot hebrejt, vetëm se mendoj që kanë arritur ta trashëgojnë nga brezi në brez në mënyrën e duhur, kanë arritur të krijojnë breza të tërë, të cilët janë aq të fuqishëm sa të mundet të rrotullojnë botën ashtu siç duan. Ndërkohë nga ana tjetër kemi kaq shumë njerëz që i urrejnë pikërisht këta lloj njerëzish vetëm për faktin se ata janë ndoshta më të aftë. Ndoshta kanë arritur që të jenë kaq të aftë, kaq të lidhur me njëri tjetrin, kaq mundur për ta transmetuar atë njohuri që dinë, pikërisht këtë informacion tek njëri tjetri, tek njerëzit e tyre rreth rrotull dhe për ta manifestuar atë në gjithë sundimin e botës. Ne sot thjesht i urrejmë për faktin se ata arrin të sundojnë botën. A është kjo gjë e drejtë? Nuk është e drejtë, sepse askush nuk duhet ta sundojë mbi të tjerët. Gjithë popujt janë barabartë e çdo gjë tjetër, jam dakord, por disa njerëz janë thjesht më të predispozuar për të pasur një lloj njohurie që disa të tjerë kanë shumë më të vështirë për ta pranuar.
Egjipt do të thotë errësirë, besim në shumë zota, shkaqe. Pra Egjipti në atë kohë kur bëhet fjalë, kur shkruar libri Bibla, besonte shumë zota, pra i përulej Zotit të rrufeve, qiellit, diellit, hënës, tokës, ishin shumë gjëra. Mbreti e simbolizon fuqinë e kushteve ose rrethanave të jashtme. Ai është koncepti juaj se si të qeni tashmë ai që dëshironi të jeni, pa trandshëm si ai që shet padukshmin. Do të thotë të këmbgulësh në supozimin se dëshira jote është e përmbushur. Dëshira jote është e përmbushur, hebrejt këtë e din. Hebrejt e kanë ditur që nga fillimi se munden të sundojnë botën dhe ja kanë dalë, dhe vetëm fakti që gjithë njerëzit ja manifestojnë këtë çdo ditë, duke thënë që hey, ata janë duke sunduar gjithë botën, është mënyrë se si manifestohet për ata. Imagjinojë sikur një ditë bukur të zgjohet dikush edhe thotë unë jam unë ai që sundoj botën. Askush nuk do ta besonte. Por nëse do të arrinte vërtet ta vinte në punë, pikërisht të lloj ligji supozimi, nuk po them se jam pro hebrejve, nuk po them se jam pro gjithë manipulimit dhe propagandës që ata kanë bërë, por po them mënyra se si i bëjnë këto gjëra është e jashtëzakonshme. Na e kanë thënë gjatë gjithë kohës në Bibël dhe ne kemi vendosur që të jemi larg Biblës dhe kemi vendosur që të jemi larg besimit në vetvete. Sepse besimi ishte totalisht ajo mënyra se si shfaqet. Dhe nëse dikush vërtet do të zgjojë një ditë dhe do thoshte unë sot e sundoj botën, askush nuk do ta besonte, por nëse ai është i patrandshëm si ai që shet padukshmin, pra i pa lëkundur në atë besimin e vet, domethënë zgjohet e gjithë njerëzit do të fillojnë ta manifestojnë atë për të. Pse? Sepse një ditë bukur do thotë për shembull që shiko, ai dorëzohet sepse e pa shun, edhe dikush tjetër thjesht mund t'i kapërcej këmbën edhe të rrëzohet vërtet. Njerëzit do fillojnë ta besojnë këtë gjë. Do fillojnë ta besojnë edhe do fillojnë automatikisht ta besojnë edhe faktin që ai vërtet e drejton botën. Sepse njerëzit që kanë besim të thellë në vetvete mund të arrijnë vërtet që të ndryshojnë ngjarje, situata, rrethana, njerëz, çdo lloj gjëje. Kështu ky citat do të thotë duke këmbgulur në supozimin se tashmë jeni personi që dëshironi të jeni, ju ngriheni mbi çdo dyshim, frikë dhe bindje në fuqinë e kushteve ose rrethanave të jashtme, dhe bota juaj në mënyrë të pashmangshme përputhet me supozimin tuaj. Pra, nëse ti zgjohesh një ditë edhe thua shumë bukur, kjo gjëja do ndodhi, edhe të ndodh vërtet, njerëzit do fillojnë të besojnë sepse e din atë çfarë ti ke thënë dhe do të fillojnë të atribuojnë edhe sjellje, edhe ngjarje, edhe gjëra që ndoshta nuk do të kishin ekzistuar nëse nuk do kishin ndryshuar më përpara. Por nëse ti e ke këtë lloj besimit të palëkundur, i gjithë universi përputhet me supozimin tënd. Edhe gjithë njerëzit fillojnë pastaj në bazë të asaj çfarë përputhet me supozimin tënd, fillojnë ta manifestojnë për ty. Për kufizimet e besimit në fjalor, ngjitja e mendjes ose të kuptuarit deri tek e vërteta, zbatimi i palëkundur i parimit, janë aq të rëndësishme sa mund të jetë shkruar duke pasur parasysh ligjin e supozimit. Besimi nuk vë në dyshim, nuk shqyrton. Besimi di. Edhe ti thjesht duhet ta dish. Nuk e di, a ta lexojmë edhe fatin, po më pëlqen vërtet shumë ky. Ja në fakt vetëm do e lexojmë edhe fatin, kemi edhe fatin dhe nderimin. Do t'i lexojmë edhe këto të dyja, pasi vërtet nuk dua të bëj një shkëputje në mes të kësaj. Është gjithë ato pyetje, gjithë ato çfarë kemi lexuar në këtë libër janë të përmbledhura pikërisht këtu, me gjitha pyetjet, me gjitha gjërat që do donin të kishim dikot që na i shpjegonte. Fati. Ne me vërtet themi që me anë të ligjit të besimit ti mundesh të shkruash pra fatin tënd. Por çfarë është fati në të vërtetë? Fati juaj është ai që duhet të përjetoni në mënyrë të pashmangshme. Çdo mendim i yt, ti e përjeton në mënyrë të pashmangshme. Por si e përcakton pra këtë fat? Në të vërtetë është një numër i pafund fatesh individuale, secili prej të cilave kur arrihet është vendi fillestar për një fat të ri. Meqense jeta është e pafundme, koncepti i një fati suprem është i paimagjinueshëm. Kur e kuptojmë se ndërgjegja është realiteti vetëm, e dim se ajo është i vetmi krijues. Kjo do të thotë se ndërgjegja juaj është krijuesi i fatit. Fakti, se më iku letra. Fakti
është se ju po e krijoni fatin tuaj në çdo rast, në çdo çast, pavarësisht nëse e dini apo jo. Çdo mendimi juaj është duke krijuar fatin tuaj. Imagjinoni pa këtë, sa e mrekullueshme është. E ju thoni akoma që është e shkruar. Shumë gjëra të mira dhe madje të mrekullueshme kanë ardhur në jetën tuaj pa kuptuar se ju keni qenë krijuesi i tyre. Sidoqoftë, të kuptuarit e shkaqeve të përvojës tuaj dhe njohuria se ju jeni krijuesi vetëm i përmbajtjeve të jetës suaj, të mirave dhe të këqijave, jo vetëm që ju bëjnë vëzhgues shumë më të mpretë të gjitha dukurive, por nëpërmjet ndërgjegjësimit të fuqisë së ndërgjegjes suaj, ju a intensifikojnë vlerësimin për pasurinë dhe madhështinë e jetës. Pavarësisht nga përvojat e rastësishme, për të kundërtën, është fati juaj që të ngriheni në gjendjen tuaj, në gjendjen më të lartë të ndërgjegjes dhe të shfaqni gjithnjë më shumë mrekulli të pafundme të krijimit. Në fakt, jeni të destinuar të arrini pikën ku ta kuptoni se me merakun tuaj ose me dëshirën tuaj ju mund të krijoni me vetdije fatin tuaj ose fatet tuaja të njëpasnjëshme. Çdo lloj ngjarje, ky moment kur jam duke lexuar, pasi momenti kur unë do kap bidonin e ujit, pasi momenti kur do kap kremin e diellit, çdo gjë është e paracaktuar nga mendimet e mia. Pra jam duke krijuar gjatë gjithë kohës. Studimi i këtij libri me ekspozimin e tij të hollësishëm të ndërgjegjes dhe funksionimin e ligjit të supozimit është çelësi kryesor për arritjen e vetëdijshme të fatit tuaj më të lartë. Pikërisht këtë ditë niseni jetën tuaj të re, qasjuni çdo përjetimi me një kornizë të re mendore, me një gjendje të re të ndërgjegjes. Supozoni për veten tuaj më fisniken dhe më të mirën në çdo aspekt dhe vazhdoni nga aty, manifestoni duke besuar mrekullitë e mëdha janë të mundshme. Nderimi. Kur ti nuk do kishe bërë asgjë nëse nuk do ta kishe dashur atë. Urtia 11:24. Në tërë krijimtarin, në tërë përjetësi, në të gjitha sferat e qenies suaj të pafund, fakti i mrekullueshëm është se ai që theksohet në kapitullin e parë të këtij libri, ti je Zot, ti je jam. Që jam, pra ekzistenca, ti je ekzistenca, ti je ndërgjegja, ti je krijuesi. Ky është misteri, ky është sekreti më i madh i njohur nga parashikuesit, profetët e mistikët gjatë gjithë shekujve njerëz. Kjo është e vërteta që nuk mund ta njohësh kur intelektualisht, nuk mundesh ta njohësh duke studiuar as fizikën kuantike dhe as gjë tjetër. Mundesh ta njohësh vetëm në besim. Kjo është e vërteta dhe kush është ky ti? Sepse ti je John Jones apo Mary Smith, është absurde. Pikërisht, ndërgjegja e di se ju jeni John Jones ose Mary Smith, njëra nga këto, ose Miguel Anelli. Ajo është vetja juaj më e madhe, uni juaj më i thellë, qenia juaj e pafundme. Quajeni si të doni, quajeni Miguel Anelli, quajeni një emër tjetër. Është e rëndësishme është që brenda jush është ajo që jeni ju, është bota juaj, çdo mendimi imi më përbën mua. Pikërisht ky fakt qëndron në themel të ligjit të pandryshueshëm të supozimit. Pikërisht mbi këtë fakt është ndërtuar vetë ekzistenca juaj. Pikërisht ky fakt është themeli i çdo kapitulli të këtij libri. Jo, këtë nuk mund ta njihni intelektualisht, nuk mund ta debatoni e as ta vërtetoni. Nuk mundeni. Kjo është vërtet e pamundur. Veç ta ndjeni, edhe ta besoni, veç mund të jeni të vetëdijshëm për të. Të jesh i vetëdijshëm për të, do të ta besosh. Duke u bërë të vetëdijshëm për të, qenia ju përshkon një emocion të madh. Jetoni me një ndjenjë të përhershme të nderimit. Njohja se krijuesi yt është pikërisht vetja e vetes suaj dhe nuk do të krijonte kurrë po të mos të donte. Duhet ta përmbush zemrën me përkushtim, po, me adhurim. Pra, ti nuk do t'i krijoje kur gjërat më të bukura në jetën tënde nëse ti vërtet nuk do ta doje veten tënde, ti e do veten tënde shumë. Një njohje blic e botës rreth jush në një çast të caktuar të vetëm kohor është i mjaftueshëm për t'i mbushur me frikë dhe respekt të thellë dhe me një ndjenjë të adhurimit, ashtu si s'do bënim për Zotin. Njerëzit do thonë Zot edhe automatikisht ndjejnë frikë dhe respekt, ti do ta thuash ndërgjegje dhe është frikë dhe respekt njëkohësisht. Pikërisht kur ndjenja juaj e nderimit, madje mua në fakt më pëlqen më shumë
të mos e përdor fjalën frikë. Unë kam thjesht shumë respekt. Kam shumë respekt për veten time, për dëshirat e mia, për ndjesitë e mia, kam shumë respekt. Dhe ndoshta ajo frika pak se mundesh ti të krijosh çdo gjë, edhe të mirat edhe të këqijat, por në fund të ditës ti je thjesht thellësisht mirënjohëse që ti mundesh në fakt ti japësh vetes edhe në një situatë të keqe, sepse në një farë mënyrë ti e rrit veten tënde. Je përgjegjës për t'ia krijuar të gjitha situatat vetes tënde, edhe për ato ku ti thjesht do rriteshe. Pikërisht kur ndjenja juaj e nderimit është më e forta, ju jeni më afër Zotit, dhe kur jeni më afër Zotit, jeta juaj është më e begatshme. Wow, kjo që nga shumë e bukur. Edhe unë këtë do thoja. Domethënë, unë ja thash më përpara. Është respektja e para që kam. Pastaj janë gjitha këto gjërat e tjera. Ndjenjat tona më të thella janë pikërisht ato të cilat jemi më së paku në gjendje të shprehim, dhe madje edhe në aktin e adhurimit heshtja është lavdërimi ynë më i lartë. Që është shumë i bukur. Është një ndër librat që vërtet më ka lënë mbresa të jashtëzakonshme. Shpresoj që ta keni shijuar pak edhe ju, pavarësisht se ju e keni marrë të copëzuar në disa video. Unë shpresoj vërtet që të ketë qenë i kuptueshëm për ju, edhe shpresoj që të ketë pasur vërtet mundësinë për ta përcjell gjithë atë mesazhin drejt jush. Do të shihemi sërish në një video tjetër. Faleminderit që ishit këtu.